Aldo Zamërluani Ymeri. Ndeshje lehtë kjo. Është masiv në trup Softus, në anën tjetër më i qetë dhe mjaft aksion tani, provojnë të dy herë pas here me goditje anësore Samet Çekiç në pas me anësore, por deri tani asnjëri nuk ka qelluar, le të themi, sakt. Tipik Ukrainë. Shiko, Ukraina ka një boks qoftë amator, qoftë profesionist të nivelit lartë. Edhe ti dhe unë i kemi ndjekur, kanë kampionat të mëdhenj të botës, kanë një boks me traditë, është një boksier shumë të talentuar. Mjafton përmendësh emrat Klitschko për të kuptuar. Dhe janë dhe shumë të tjerë që kanë bërë emër në boksin profesionist. Do të jetë shumë shpejt edhe Yusuf. Kështu që edhe ky mos gjithmonë mendojmë që boks të vërtet. Ky është edhe qëllimi i gjithë. Se ndoshta e kam përdorur disa herë këtë, po kjo duket edhe nga mënyra se si luftojnë kundërshtarët që në fillim. Është vetëm raundi i parë dhe falosin më të mirë. Por Neraldo është një djalë me shumë talent, me shumë shpirt, një boksier teknik, një boksier i cili nuk do të thonë asgjë. Shikoj se si sulmon pa frikë. Ajo që shikojnë... që ta ullë dhe mbrojtjen e ti. Dhe vjen gongu. Ymeri duke sikur e ka kuptuar diçka të tillë, provon të jetë i kujdesshëm. E majtë e mirë e Ymeri tani, provon mbrojt Softus. Duhet ta mbajnë në kontroll. Ja, shikoj. Një boksier me të vërtet i rrezikshëm. Ama ajo se çfarë duket në avantazh të Ymerit deri tani është fakti që lëviz shumë mirë me trupin. Dhe mjaft mirë me atë goditje. E ka gjetur zbuluar kundërshtarin e tij Softus në atë pjesë dhe ja ka dalë manta shfrytëzoi Neraldo Ymeri. E majtë e mirë, ballore e Ymerit. Goditja është shkëlqyer nga ana e tij. I ka dhënë një tronditje të fortë tani Softus. Sulmin e parë të mos e lej, domethënë në asnjë moment nuk duhet i lej iniciativën e tij që goditjen e parë të jap kundërshtarit. Duhet të jetë ai iniciatori i goditjeve. Sëndryshe vijnë ato goditjet një pas njëshme që janë vështira për të ndalë. Ta lë atë çik ai më njëherë. Ashtu. Ai ka vendosur përpara, goditje mjaft mirë atë një pas njëshme të Neraldo Ymerit. Vazhdon të godas kundërshtarin e tij në vështirësi Softus. Në vështirësi Softus, arbitri lejon vazhdimin e sfidës dhe asistoi Softus deri në fund, duke se ja del mban qëndron aty në cep dhe lidhet sapo gjen vështirësi Ymeri që me ato goditje me të majtën, herë me uppercut, herë me Çekiç. Tret ka nisur mes Mikhailo Softus dhe Neraldo Ymerit. Unë do t'i thoja që duhet të jetë shumë i kujdesshëm gjithkohës me këtë boksier. Çasnot. Ka një forcë shumë të madhe Softus. E për këtë ka rënë pak ajo brezit Softus. Ka gjakderdhje në fytyrën e Mikhailo Softus. Pas atyre goditjeve të njëpasnueshme që dha në fundin e raundit dytë Neraldo Ymeri. Thjesht e shtyn kundërshtarin Softus për të mbrojtur ose lidhet pas trupit të tij Ymeri që nuk ka ndërmend të ndalet. Goditje mjaft e mirë në tronditje djata dhe ndërhyr. Knockdown. Numero. Ndërhyr arbitri ndërkoi do të ketë numërim 5. Do të ketë numërim për Softus. Do vazhdoj. Reziston kësaj radhe. Jo, e mbyll. Lionheart Ymeri!